Figura e Gjergj Skënderbeu është një ndër më të mëdhat në historinë shqiptare dhe evropiane. Ai ishte prijes, strateg, diplomat, luftëtar. Por një aspekt të jetës së tij personale ka ngjallur gjithmonë kuriozitet. Përsa i refuzoi për shumë vite të martohej? Kjo pyetje ka ngritur debate mes historianëve, me stimet që kemi sot nga Barleti, Muzaka, Bihemi dhe studime moderne. Ne mund të rindërtojmë një tablo të qartë të arsyeve që fshihen pas këtij vendimi. Gjithë këta autorë përmenden në studime bashkëkohore që analizojnë ngjarjen e martesës së Skënderbeut. Po thuhet se rreth kësaj teme është shkruar shumë pak dhe shpesh është keq interpretuar. Burimi kryesor, Marin Barleti, tregon se Skënderbeu në atë periudhë ishte i përfshirë pothuajse çdo vit në betejë të rëndësishme kundër perandorisë osmane. Lufta ishte qëllimi i jetës së tij. Në analizat moderne, theksohet se kjo ishte arsyeja e parë dhe madhore se ai refuzonte martesën. Rreziku i madh, angazhimi total në luftë dhe mungesa e çdo sigurie personale. Një njeri që jetonte çdo ditë në vijën e parë të frontit nuk mund të mendonte për krijimin e një familje të qëndrueshme. Dhe kjo shfaqet edhe në sjelljen e tij të mëvonshme. Edhe pasi u martua, ai vazhdoi të luftonte deri në ditën e fundit të jetës. Teksti i gjetur në kërkim thekson se kjo temë është trajtuar nga shumë autorë të rëndësishëm të shekujve 16-20, të cilët nënvizojnë se Skënderbeu refuzoi martesën jo vetëm për arsye personale, por edhe për arsye politike. Ai druri se një martesë e gabuar do të krijonte konflikt me fiset e tjera, sidomos duke pasur parasysh përçarjet e kohës. Atëherë, martesat ishin alanca politike. Një lidhje e gabuar mund të sillte xhelozi të prinsat e tjerë, sidomos tek ata që kishin pasur histori mosmarrveshjesh me kastriotët. Prandaj hezitimi i tij i gjatë ishte një mënyrë për të ruajtur ekuilibrin delikat të aleancave brenda Shqipërisë. Burimet e kërkimit tregojnë qartë se një nga arsyet kryesore të refuzimit ishte kërkesa i përsëritur e Arjanit Komenit, babait të Donikës. Skënderbeu fillimisht nuk pranonte pavarësisht këmbguljes së Arjanit. Kjo gjendet në studimet e publikuara. Pse refuzonte? Sepse marrëdhëniet midis dy familjeve ishin qenë të luhatshme. Arjaniti kishte bërë disa herë paqe me osmanët, duke e lënë Skënderbeun në momente të vështira. Për këtë arsye, Skënderbeu ishte i kujdesshëm të hynte në një lidhje që mund të dukej si nënshtrim politik. Në tekstet e kërkimit theksohet se prodhimi i një familje në atë kohë kërkonte përgjegjësi të mëdha, diplomaci, administrim pronash, ceremoni, lidhje gjaku. Skënderbeu e dinte se këto detyra e largonin nga betejë e tij kryesore. Ai nuk donte të kufizojë me angazhime familjare që mund të pengonin si strateg, udhëheqës dhe komandant i lidhjes së Lezhës. Në studimin e botuar dhe të bazuar në shkrimin e Faik Kurnicës, thuhet qartë: Skënderbeu ishte 47 vjeç, ndërsa Donika 23 vjeç në momentin e martesës. Pra ai ishte në një moshë të avancuar për standardet e shekullit të 15. Martesa nuk ishte më prioritet. Ai kishte kaluar moshën kur mendonte për familje. Kjo shpjegon se ai nuk e shihte të domosdoshme për dekada me radhë. Sipas Gjon Muzakës, Skënderbeu nuk ishte ai që kërkoi martesën. Ai e pranoi vetëm pasi u vendos një aleancë midis fisit Arjaniti dhe Kastriot. Muzaka thotë se Skënderbeu pajtua me vendimin pasi ishte vendosur politikisht dhe i shërbente kauzës së përbashkës shqiptare.
Martesa nuk lindi nga dëshira e tij vetjake, por nga një marrëveshje politike e nevojshme për të forcuar fuqinë e brendshme të Shqipërisë të asaj kohe. Burimet e Barletit tregojnë se dasma ishte madhështore dhe se princat e Epirit morën pjesë me dhurata dhe ceremoni. Ai përmend se Skënderbeu mori menjëherë Donikën në shtëpi dhe ndau guximin me popull. Kjo dasëm shënoi një moment të rrallë paqeje në jetën e tij. Do t'i mbledhur të gjithë argumentet, dhe i qartë se Skënderbeu ishte strateg i ftohtë, politikan i kujdesshëm, udhëheqës i fokusuar dhe njeri që vinte interesin kombëtar para atij personal. Ai nuk refuzoi martesën nga egoja, por nga kalkulimi i saktë i situatave politike, ushtarake dhe personale. Refuzimi i Skënderbeut për të martuar nuk lidhet me mungesë dëshire, por me kohën në të cilën jetoi. Ai ishte përqendruar te lufta, ai e dinte se paqja nuk ishte një luks që mund ta gëzonte. Dhe kur më në fund u martua, ishte sepse ajo martesë i shërbente një qëllimi më të madh, bashkimit të shqiptarëve në një kohë të rrezikshme. Ky vendim na tregon shumë për personalitetin e tij, një njeri që përpara vetes vendosi popull, përpara lumturisë personale vendosi lirinë, dhe përpara dashurisë vendosi Shqipërinë.